profesor me Adelina Palojën, ose vajzën e cila më ma gjep si mua, sepse kishe kondicion të papar, këndoje, interpretoje, aktroje dhe indiqje të gjithë partnerët. Si arrije të gjithë kjo? Faleminderit shumë, faleminderit për të fjalë së pare të cilat natyrisht se më përmbushin dhe e kurorëzojnë këtë punë të cilën e kam bërë me shumë dashuri. A ka më bukur se të jemi këtu në mesin e Shkupit, në mesin e shqiptarëve tonë, në zemrën e shqiptarisë ku i kemi betë mbarq për gjatë turnet kur ishim edhe në Tiranë, edhe në Gjakovë dhe në Prishtinë. Por a ka më bukur se sot kur kjo po përkam pikërisht e pavarësinë e Kosovës. Jam e mbushur shumë dashuri nga duart rrugitjet e publikut dhe nga pritja që mu bë. Një bashkëpunim të jashtëzakonshëm kam pas me Operën e Kosovës, me menaxhmentin e Operës së Kosovës, me stafin artistik, regjisorin, solistët, e korin e të gjithë të tjerët. Andaj jam sot shumë e përmbushur dhe me emocionet e papërshkruara. Po ky rol besoj të ka përmbushur? Absolutisht po. Dhe një vajzë me pushk? Po, për shkak të gjithë çështjet me pushk, problemet me pushk pra. Natyrisht kur e ka kërku, siç dihet në historinë tonë, kur e ka kërku koha dhe vendi, është detyru femra shqiptare ta marrë edhe këtë rol, edhe këtë peshë, edhe këtë sakrificë dhe shpesh herë është gjetë në udhkryqjen mes romancës dhe mes momenti që duhet të ndërhyj për mos t'i shuar vlerat e popullit tonë shqiptar dhe vrau tradhtarin. Që besa Adelina dhe kovet sot me shpesh na duhet që e pushk, po hajtë me kohët e sot me fat mirësesh nuk po ka luftra dhe urojmë që të mos keft luftra, por me diplomaci të shtetërore të te kalohen të gjitha këto, por natyrisht mbamendja dhe historinë asnjëherë nuk duhet haruar. Si shton historia që harrohet përsëritet. Ne shpresojmë që nuk do të përsëritet asnjëherë më dhe këtë rol e kam dedikim për të gjitha femrat shqiptare. Qoftë ato të cilat kanë humbë diçka në jetë, më të vlefshme, familjen, e shumë çka tjetër që ka ndodhur për gjatë luftës së fundit, por që në fund të fundit kemi triumfuar si heroina të vërteta dhe për mua kanë qenë model dhe shtyllë e ndërtimit të personalitetit tim ndër vite. Faleminderit që kishe kondicione edhe për këtë intervistë. E shumë, faleminderit. Me shumë zemër, faleminderit.